Një ngjarje e rëndë kriminale ka tronditur mëngjesin e kësaj të hënë mirëditën, rreth orës 7:10 mëngjesit në fshatin Shkorret përgjatë aksit rrugor Reps Spaç. Është gjetur i vrarë me armë brenda automjetit të tij një 45 vjeçar. Viktima është identifikuar si Valter Leshi. Ai është punonjës i kompanisë së bazaltit në Spaç dhe në muajin mars, makinerisë së tonazhit të rënd të kompanisë që Leshi e drejtonte ju vendos tritol, por që nuk arriti të shpërthente. Leshi mësohet se ka marrë plumba në kokë dhe trup, ndërsa në vendngjarje janë gjetur 18 gëzhoja. Paraprakisht, vrasja mendohet se ka ndodhur për hakmarrje, pasi viktima ka qenë i skeduar për vrasjen e Anton Kelit në vitin 2020 në Rëshen. Anton Keli rezulton se është i afërm i Armando Gjinit, edhe ky i ekzekutuar disa vite më parë në një sag të përgjakshme me një tjetër fis në Rëshen. Ndërkohë është ngritur një grup i posaçëm hetimor dhe po punohet për administrimin e çdo prove që do t'i shërbejë hetimit me qëllim zbardhjen e plotë të ngjarjes.